U qellua për vdekje nga agenti amerikan i imigracionit, kush është 37 vjeçaria, nën e 3 fëmijëve. Gruaja që u qellua për vdekje nga një agent i policisë e migracionit ICE të mërkurën në Minneapolis ishte Renee Nicole McLeod, një nën 37 vjeçare 3 fëmijëve e cila është vendosur së fundmi në qytet. Sipas Associated Press, God ishte një shtetase amerikane lindur në Colorado dhe nuk rezulton të ketë pasur ndonjëherë akuza penale. Në dosjen e saj figuron vetëm një gjë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Në llogarinë e saj në rrjetet sociale, McLeod e përshkruante veten si poete, shkrimtare, bashkëshorte dhe nën. Në postimet e fundit ajo shkruante se po njihte Minneapolisin, ndërsa në profilin e saj në Instagram kishte shtuar emojin flamurit ylber. Fotografia e profilit të saj në Pinterest e tregonte duke buzëqeshur dhe duke mbajtur pranë faqes një fëmijë të vogël, ndërsa postimet e saj fokusoheshin kryesisht tek temat e tatuazheve, stilimit të flokëve dhe dekorimit të shtëpisë. Ish bashkëshorti i saj, i cili kërkoi të mbetet anonim për arsye sigurie të fëmijëve, deklaroi se ajo kishte lënë pas djalin e tyre 6 vjeçar në shkollë të mërkurën dhe po kthehej në shtëpi së bashku me partnerin aktual. Gjatë rrugës, ata u qelluan nga një grup agentësh të ICE në një rrugë të mbuluar me borë në Minneapolis, qyteti ku çifti ishte zhvendosur vitin e kaluar nga Kansas City, Missouri. Videot të filmuara nga kalimtarë, të cilët po i qarkullojnë gjerësisht në internet, tregojnë një agent të ICE që i afrohet makinës së God, i kërkoi të hap derën dhe kap dorezën. Kur automjeti filloi të lëviz, një tjetër agent i ICE që ndodhej përpara makinës nxjerr armën dhe qellon të paktën 2 herë nga një distancë shumë e afërt. Në një tjetër video të regjistruar pas të shtënave, një grua shihet e ulur pranë automjetit duke qarë dhe duke bërtitur: "Kjo është gruaja ime, nuk di çfarë të bëj." Zyrtarët të administratës Trump e paraqitën në orët e fundit McLeod si një element problematik, duke pretenduar se ajo tentoi të përplasë automjetin e saj me zyrtar federal. Gjatë një konferencë për shtyp të mbajtur të mërkurën, sekretarja e sigurisë së brendshme Kristi Noem deklaroi se viktima po i vëzhgonte policinë dhe po pengonte punën e saj gjatë gjithë ditës. Ajo shtoi se agenti i ICE që hapi zjarr ishte goditur në qershor nga një automjet që e kishte tërhequr për disa metra. Ish bashkëshorti 37 vjeçares megjithatë thekson se ajo nuk ishte aktiviste dhe nuk e kishte parë kur të merrte pjesë në protesta të çfarëdo lloji. Ai e përshkroi God si një të krishterë të përkushtuar, e cila në rininë e saj kishte marrë pjesë në misione fetare në Irlandën e Veriut. Ajo e donte shumë këngën, kishte qenë pjesë e një kori në shkollë të mesme dhe kishte studiuar interpretim vokal në universitet. McLeod kishte studiuar shkrim krijues në universitet në Virginia dhe kishte fituar një çmim në vitin 2020 për veprat e saj, sipas një postimi në faqen e departamentit të anglishtes të universitetit në Facebook. Ajo gjithashtu drejtonte një podcast me bashkëshortin e saj të dytë, i cili vdiq në vitin 2023. Ajo kishte një vajzë dhe një djalë nga martesa e parë, sot përkatësisht 15 dhe 12, ndërsa djali 6 vjeçar ishte nga martesa e saj e dytë. Sipas ish bashkëshortit vitet e fundit, God ishte fokusuar kryesisht tek rritja e fëmijëve, megjithse më parë kishte punuar si asistente dentare dhe si punonjëse në një union kreditor. Nëna e saj, Donna Ganger, deklaroi për gazetën Minnesota Star Tribune se familja u informua për vdekjen e saj vonë paraditën e së mërkurës. Renee ishte një nga njerëzit më të mirë që kam njohur ndonjëherë, tha ajo për gazetën. Ishte jashtëzakonisht të dhemshur, u kujdesej njerëzve gjatë gjithë jetës së saj, ishte plot dashuri. Falte vetëm butësi, ishte një njeri jashtëzakonisht i mirë.